Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku u takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Toni Gogu njoftoi se raporti i piketave të ndërmjetme, i njohur si IBAR, është kaluar nga grupi teknik i punës te grupi ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas tij, ky është një zhvillim pozitiv për rrugën europiane të Shqipërisë. Dërgimi i raportit në nivelin vendimarrës të Co-Reaper pritet të ndikojë në zhvillimin e konferencës së ardhshme ndërqeveritare. Shqipëria duket se është një hap më pranë mbajtjes së konferencës së radhës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian në kuadër të procesit të negociatave për anëtarësim. Lajmi u bë ditur nga ministri i drejtësisë Toni Gogu, i cili deklaroi se raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, i njohur me ankronimin teknik IBAR, ka kaluar tashmë nga grupi teknik i punës COELA në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. 70 institucione që janë koordinuar, 190 ekspert, janë zhvilluar 90 orë raportim në Komisionin Evropian dhe janë dërguar mbi 8.000 faqe dokumentacion. Dhe ndaj dua t'i falenderoj kolegët për punën, por dua të falenderoj dhe institucionet e pavarura të drejtësisë për bashkëpunimin që kanë pasur me Ministrinë e Drejtësisë, e cila koordinon këtë punë dhe drejton këtë proces. Raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, apo si ju jeni mësuar që ta thërrisni me gjuhën teknike, pra me akronimin teknik IBAR-i, ishte një proces teknik dhe është një proces që progresoi, tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme, dhe tregon që procesi lëviz, procesi ecën dhe ka mbështetje faktike dhe institucionale të çdo mase nga ana jonë, pra nga ana e shtetit shqiptar. Grupi i ambasadorëve të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, i njohur si COREPER, përfaqëson nivelin e dytë vendimarrës brenda Këshillit të Bashkimit Evropian dhe luan rol kyç në përgatitjen e vendimeve politike të Unionit. Kalimi i çështjes së Shqipërisë në këtë fazë shihet si një hap i rëndësishëm drejt organizimit të konferencës ndërqeveritare, e cila pritet të zhvillohet në ditët ose javët në vijim dhe do të shënojë një tjetër etapë në procesin e anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, e konsideroi demokratik procesin për zgjedhjet e kreut të partisë, edhe pse kandidoni vetëm në garë. Berisha u shpreh se mungesa e rivalëve lidhet me hezitimin për të hyrë në një proces pa garanci rezultati. Ai komentoi gjithashtu letrën e ish-deputetit Ervin Saliani, drejtuar Partive Popullore Europiane, ndërsa paralajmëroi vazhdimin e protestave të opozitës kundër qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbrojtur procesin për zgjedhjen e kreut të partisë, duke e cilësuar atë si formën më demokratike të zgjedhjes së një lideri politik. Në një deklaratë për mediat, Berisha shpjegoi dhe arsyet pse ndodhet i vetëm në garën për drejtimin e partisë, duke theksuar se në shumicën e rasteve kandidatët shmangin përballjen me kryetarin në detyrë për shkak të pasigurive mbi rezultatin. Në 75% të rasteve kur në garë është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në garë. Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund të hynë në garë, mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Berisha komentoi dhe letrën e ish-deputetit demokrat Ervin Saliani, drejtuar Partive Popullore Europiane, ku Saliani ngrite shqetësime për bllokimin e garës dhe mos respektimin e statutit Partisë Demokratike. Dhe ai që shkruan letër është një vetë përjashtuar nga kjo parti, por ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruajë letra ku të dojë, është i lirë, sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë, gjykatës partisë, ku të shpreh ankesën, megjithse ai u vetë përjashtua, zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruara nga Zyra e Edi Rams apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berisha, secili mund të shkruajë letra. Gjatë fjalës së tij, Berisha u ndal edhe te situata ekonomike në vend, duke deklaruar se kostoja e jetesës për qytetarët shqiptarë është rritur ndjeshëm gjatë 4 viteve të fundit. Se 4 vite të fundit, kostoja e jetesës së shqiptarëve është rritur 60%. Korrupsioni, vjedhja në tendera arrin në vit në 1.2 miliard euro. Vjedhja në tendera te i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. I pyetur nga gazetarët për vijimin e aksionit opozitar dhe mundësinë e një vere të nxehtë politike, Berisha paralajmëroi se protestat kundër qeverisë do të vazhdojnë. Opozita nuk ka pushime. Opozita ka
kryengritje paqësore, betejë të panërprerë me mafjen më të rrezikshme të Europës dhe njërin prej më të rrezikshme në botë. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu paraqiti prioritetet e institucionit që drejton, duke vënë theksin te hartimi i kodit të ri penal dhe çështja e amnistisë. Sipas tij, drafti i kodit penal ndodhet në fazën finale dhe pritet të diskutohet me ekspertë ndërkombëtar. Gogu bëri të ditur gjithashtu se amnistia do të marrë së shpejti shqyrtim në parlament pas vlerësimit të Komisionit Evropian. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi këtë të martë prioritetet kryesore të institucionit që drejton, duke vënë theksin te reforma në drejtësi dhe përfundimi i kodit të ri penal. Sipas ministrit, drafti i ri i kodit penal ndodhet në fazë përfundimtare dhe pritet që grupi i punës të dorëzojë variantin final për konsultim me ekspertët ndërkombëtar. Në proces kemi disa ligje të rëndësishme që u shërbejnë objektivave tanë strategjik që thash, që janë fuqizimi i garancive proceduriale, siç është kodi penal, i cili ka bërë një udhtim të gjatë, ju e keni ndjekur, grupi i punës, konsultimet përkatëse, jemi në fund të tij, presim nga grupi i punës të marrim draftin për ta konsultuar me ekspertët europian të vendeve me legjislacion të ngjashëm me ne, pra nga i cili është influencuar dhe legjislacioni ynë, pra italian, francez dhe ekspert të Këshillit të Europës që antar të cilës ne jemi dhe që vërejnë standardet e drejtësisë në Shqipëri. Kodi penal gjithashtu do të siguronte që pra korrupsioni, krimi ekonomik të kenë vëmendjen e duhur dhe të përgjigjen kontekstit shqiptar. Pastrimi i parave gjithashtu, proporcionaliteti penal është një nga elementet që presim që të adresohet me kodin e ri dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut është një nga fokuset tona, natyrisht të nxitur dhe nga ekspertët e Këshillit të Europës. Kodi i procedurës penale ka nisur nga puna. Një tjetër çështje e rëndësishme e trajtuar nga ministri ishte amnistia penale, për të cilën dha sinjale pozitive duke garantuar se procesi do të realizohet. Për sa i përket amnistisë penale, është një instrument i politikës tonë penale, e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash, fuqizimin e të drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret, kapitullin e themeloreve 23, i cili hapet dhe mbyllet, hapet i pari dhe mbyllet i fundit, unë besoj që do të fillojmë të merremi me amnistin. Ministri sqaroi se aktualisht pritet vlerësimi nga Komisioni Evropian për çështjet e lidhura me kapitullin e themelorëve, ndërsa menjëherë pas kësaj do të nisë diskutimi i amnistisë në parlament. Gogu ndal edhe te debati për hartën e ri gjyqësore, e cila është kundërshtuar nga komuniteti i avokatëve. Ai theksoi se sipas ligjit harta gjyqësore do të rishikohet pas 2 viteve funksionimi. Një person është plagosur këtë të martë gjatë një aksioni policor në qarkun e Lezhës. Sipas të dhënave paraprake, i dyshuari ka qenë i armatosur dhe ka kundërshtuar forcat e policisë, çka ka sjellë shkëmbim zjarri mes tyre. I plagosuri u dërgua fillimisht në spitalin e Kurbinit dhe më pas në spitalin e traumës në Tiranë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë. Një operacion policor i zhvilluar këtë të martë në qarkun e Lezhës, shoqëruar me të shtëna me armë zjarri, ku përpasoi një person ka mbetur i plagosur. Burimet paraprake bëjnë me dije se ndërhyrja e forcave të policisë kishte si qëllim arrestimin e një personi të dyshuar, i cili sipas të dhënave operative rezulton i armatosur dhe me rrezikshmëri. Gjatë momentit të ndërhyrjes, i dyshuari dyshohet se ka tentuar të kundërshtojë efektivët dhe të kryejë veprime të rrezikshme ndaj tyre, çka ka sjellë reagimin e policisë dhe shkëmbim zjarri në vendin e ngjarjes. Nga të shtonat, personi kërkuar ka mbetur i plagosur. Ai është transportuar fillimisht drejt spitalit të Kurbinit, ku ka marrë ndihmën e parmjekësore, ndërsa për shkak të plagëve është dërguar më pas në spitalin e traumës në Tiranë për trajtim të specializuar. Deri tani nuk janë bërë publike identiteti i të plagosurve apo detaje mbi gjendjen e tij shëndetësore, ndërsa autoritetet po mbajnë në monitorim situatën. Në vendngjarje kanë pritur forca të shumta policie dhe grupi hetimor, i cili po kryen veprime procedurale për të dokumentuar të gjithë dinamikën e ngjarjes. Burimet pranë hetimit bën me dije se po verifikohet edhe arma e përdorur nga i dyshuari, si dhe rrethanat në të cilat është zhvilluar ndërhyrja policore. Deri në publikimin e një reagimi zyrtar nga policia e shtetit, informacionet mbeten paraprake, ndërsa hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të incidentit.
Avokati i popullit ka evidentuar se kushtet në disa institucione të vuajtjes së dënimit në Shqipëri i afrohen standardeve të trajtimit degradues për personat e privuar nga liria. Konstatimet janë bërë pas inspektimeve të zhvilluara gjatë vitit 2025 në 18 burgje dhe paraburgime në vend. Problemet më të theksuara janë identifikuar në burgjet e Burrelit, Lushnjës, Kukësit, Tepelenës, si dhe në institucionet Minepes dhe 313 në Tiranë. Avokati i popullit ka publikuar një raport shqetësues mbi gjendjen e institucionet penitenciare në Shqipëri, ku konstatohet se trajtimi i personave të privuar nga liria në disa burgje ofrohet me standardin e trajtimit degradues. Raporti bazohet në inspektime të zhvilluara gjatë vitit 2025 në 18 institucione penitenciare, si dhe në shqyrtimin e 115 ankesave të paraqituara nga të burgosurit dhe persona në paraburgim. Sipas avokatit të popullit, problematikat më të theksuara janë evidentuar në burgun e Burrelit, burgun e Lushnjës, burgun e Kukësit, institucionin Minepeza, burgu 313 në Tiranë dhe burgun e Tepelenës. Në këto institucione ka konstatuar ambiente të amortizuara, mungesë hapësirash, lagështir, mungesa ajrimi dhe ndriçimi, si dhe kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare. Raporti evidenton gjithashtu mungesën e shërbimeve të nevojshme shëndetësore dhe reabilituese për të burgosurit, ndërsa në disa raste personat e privuar nga liria detyrohen të mbajnë sendet personale me qese plastike për shkak të mungesës së dollapeve. Një tjetër problem i evidentuar është mungesa e produkteve bazë të higjienës dhe detergjentëve në pastrimin e qelive, si dhe mos funksionimi i sistemeve të ngrohjes dhe ftojes, veçanërisht gjatë temperaturave ekstreme. Sipas raportit, shqetësuese mbetet edhe cilësia e ushqimit, ku evidentohet mungesë larmishmërie dhe sasi e pamjaftueshme për të burgosurit. Po ashtu, të burgosurit kanë mundësi shumë të kufizuara për aktivitete social-kulturore dhe programe rehabilitimi, çka sipas avokatit të popullit ndikon negativisht në integritetin fizik dhe psikologjik të tyre. Institucioni thekson se në këto kushte bien ndesh me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për trajtimin e personave të privuar nga liria dhe cënojnë dinjitetin njerëzor. Në përfundim të raportit, avokati i popullit ka rekomanduar Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Përgjithshme të burgjeve mbylljen e disa prej institucioneve ku problematikat konsiderohen të përsëritura dhe të rënda. Raporti evidenton gjithashtu mbi popullimin e burgjeve në institucionin 313 në Tiranë rezulton me 55 të burgosur mbi kapacitetin maksimal, ndërsa burgjet e Vlorës, Fushkrujës dhe Lezhës paraqisin gjithashtu tejmbushje të konsiderueshme. Sipas raportit, burgu i Lezhës mban numrin më të lartë të mbipopullimit me 181 të burgosur mbi kapacitetin e parashikuar. Bordi i Transparencës ka vendosur rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës në tregun vendas për shkak të lëvizjeve në bursat ndërkombëtare. Çmimi i naftës është rritur me 3 lekë për litër, ndërsa i benzinës me 1 lekë. Ky vendim prek si tregun me pakicë, ashtu edhe ato me shumicë në të gjithë vendin. Çmimet e karburantit në Shqipëri kanë psuar një tjetër rritje pas vendimit të fundit të Bordit të Transparencës, i cili argumenton se ndryshimet lidhen me luhatjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Sipas vendimit të Bordit të Transparencës, çmimi i naftës është rritur me 3 lekë për litër. Në pikat e tregtimit me pakicë, nafta do të shitet deri në 205 lekë për litër nga 202 lekë që ishte çmimi më parshëm. Ndërkohë, në tregun me shumicë, çmimi maksimal i lejuar për naftën do të jetë 193 lekë për litër. Rritje edhe pse më të lehtë ka psuar edhe benzina. Sipas vendimit të bordit, benzina do tregtohet me pakicë deri në 189 lekë për litër, ndërsa për tregtin me shumicë, çmimi maksimal i benzinës është përcaktuar në 177 lekë për litër. Vendimi hyn në fuqi menjëherë dhe pritet të reflektohet në të gjitha pikat e karburantit në vend. Rritja e çmimeve të karburantit pritet të ndikojë edhe në koston e transportit dhe produkteve të konsumit, në një kohë kur tregjet ndërkombëtare vijojnë të karakterizohen nga luhatje të forta të çmimit të energjisë. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë në pyetje ish drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, e cila qëndroi vetëm pak minuta në ambientet e prokurorisë së posaçme. Në dalje nga godina, ajo nuk bëri asnjë deklaratë për mediat, ndërsa avokatja e saj shmangu kontakte duke thënë se çdo reagim do të jepet në momentin e duhur.
Ish-drejtoresha e Agjencisë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj është paraqitur këtë të martë në ambientet e strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku u qëndroi për një kohë të shkurtër. Pas daljes nga godina e prokurisë së posaçme, Karçanaj u përballë me interesimin e gazetarëve të pranishëm, të cilët i drejtuan disa pyetje lidhur me arsyeën e paraqitjes së saj dhe hetimet e mundshme në zhvillim. Megjithatë, ajo nuk pranoi të jap asnjë koment, duke shmangur përgjigjet dhe duke mos bërë asnjë deklaratë për mediat. Në këtë moment ndërhyri avokatja e saj, e cila i kërkoi gazetarëve që çdo prononcim zyrtar do të jepet në një kohë tjetër kur çështja të konsiderohet e përshtatshme për të bërë publike. Paraqitja e saj në SPAK vjen në një kohë kur prokuria e posaçme ka intensifikuar hetimet për disa çështje që lidhen me institucionet publike dhe tenderimet në sektorin e teknologjisë së informacionit. Megjithatë, deri tani nuk janë bërë publike detajet zyrtare mbi statusin e saj procedurial. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kthyer për plotësim hetimesh në SPAK çështjen ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Vendimi i marrë nga gjyqtarja Marinela Osmani i jep prokurorisë së posaçme një afat 6 mujor për kryerjen e veprimeve shtesë hetimore. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur këtë të martë rikthimin për plotësim hetimesh në SPAK të çështjes së ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Vendimi është marrë nga gjyqtarja Marinela Osmani, e cila i ka lënë prokurorisë së posaçme një sër detyrash hetimore për të përmbushur, si dhe një afat për 6 muajsh për përfundimin e tyre. Çështja nisi pas kallëzimit të bërë nga Partia Demokratike, e cila pretendon se gjyqtarja Gjoka ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një vendim dënimi të dhënë ndaj saj nga një gjykatë në Greqi. Megjithatë, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishte kërkuar pushimin e procedimit penal me argumentin se procesi në Greqi është zhvilluar në mungesë dhe nuk ishte provuar nëse gjyqtarja kishte qenë në dieni të vendimit. SPAK argumentoi gjithashtu se ndjekja penale për këtë çështje rezultonte e shkuar për shkak të parashkrimit. Vendimi i GJK-s për rikthimin e dosjes për hetime shtesë është konsideruar si fitore nga Partia Demokratike. Përmes avokatit Genc Zhukutaj, demokratët deklaruan se SPAK ishte përpjekur ta mbyllte çështjen pa hetim të plotë dhe se tashmë prokuroria e posaçme duhet ta çojë hetimin deri në fund. Nga ana tjetër, gjyqtarja Irena Gjoka në dëshminë e saj para SPAK-ut ka deklaruar se nuk ka pasur dieni për vendimin e pretenduar të autoriteteve greke dhe se nuk ka qenë asnjëherë në dieni të ndonjë procesi penal të zhvilluar ndaj saj në Greqi. Punonjësit e kompanisë Mapco Constructions SA dhe përfaqësuesit e projektit të 2A Group nuk janë lejuar të futen për të dytën ditë me radhë në kantierin e aeroportit të Vlorës. Situata ka shkaktuar përplasje me policinë dhe ndërprerje të punimeve, ndërsa në sfond vijojnë mosmarrëveshjet për kuotat e pronësisë në projekt. Situata në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të mbetet e tensionuar pasi për të dytën ditë radhazi punonjësit dhe përfaqësuesit e kompanive të përfshira në projekt nuk janë lejuar të hyjnë në zonën e ndërtimit. Bëhet fjalë për kompaninë Mapco Construction SA dhe 2A Group, të cilat prej muajsh janë të angazhuar në ndërtimin e aeroportit të Vlorës, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Mospërfshirja në kantier ka sjellë bllokimin e plotë të punimeve, ndërsa për orë të tëra përfaqësues të kompanive kanë kërkuar hyrjet në ambientet e ndërtimit me qëllim vijimin e punës. Sipas burimeve nga vendngjarja, në qendër të konfliktit qëndrojnë mosmarrëveshjet mes dy kompanive për ndarjen e kuotave dhe kontrollin e projektit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Situata ka sjellë edhe ndërhyrjen e forcave të policisë, ndërsa raportohet se tensione dhe përplasje ka ndodhur edhe gjatë ditës së mëparshme në zonë. Si pasojë e bllokimit, punimet në kantier janë pezulluar, duke e shtyrë për momentin dhe afatin e planifikuar për inaugurimin e aeroportit, i cili ishte parashikuar të realizohej në fund të muajit maj. Deri tani nuk ka një afat zyrtar se kur mund të rifillojë normalisht punimet, ndërsa situata mbetet e hapur dhe nën monitorim nga autoritetet përkatëse. Vijoj me një informacion nga sporti. Trajneri Silvinho ka mbajtur konferencën e tij të fundit në Shqipëri, duke mbyllur ciklin në drejtimin e kombëtares shqiptare. Ai ka kaluar detyrën trajnerit të ri Ronaldo Maran dhe ka falenderuar federatën, futbolliste dhe tifozët për mbështetjen gjatë 3 viteve e gjysmë në krye të skuadrës. Në fjalën e tij, Silvinho vlerësoi bashkëpunimin dhe atmosferën pozitive gjatë periudhës së tij si trajner i Shqipërisë.
Trajneri i kombëtares shqiptare Silvinho ka mbajtur këtë të martë paraqitjen e tij të fundit përpara mediave në Shqipëri, duke i dhënë fund zyrtarisë ciklit të tij në drejtim të ekipit kombëtar. Në ditën e lavdëmirës, tekniku brazilian i ka dorëzuar stafetën trajnerit të ri të kombëtares Rolando Maran, i cili pritet të marrë drejtimin e skuadrës në ndeshjet e ardhshme. Silvinho falenderon drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, stafin teknik, futbollistët dhe tifozët për mbështetjen e gjatë periudhës së tij në krye të skuadrës. Ai vlerësoi veçanërisht atmosferën dhe bashkëpunimin gjatë 3 viteve e gjysmë në drejtimin e kombëtares shqiptare, duke theksuar se është ndjer i mirëkuptuar nga dita e parë. Në fjalën e tij, Silvinho kuptoi fillimin e punës me 9 janar 2023, duke theksuar një mesazh që e ka shoqëruar gjatë gjithë këtij cikli: shpirti, zemra dhe djersa nuk duhet të mungojnë kurrë. Ai uroi sukses trajnerit të ri Roland Maran, duke shprehur besim për vazhdimsinë e punës së kombëtares shqiptare në të ardhmen. Të nderuar teleshikues, që ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.